Para një ove ka dheq 2 ekipe, njerë kënej, një që trener. Po më shkrujnë, këta Veliu i ka dheq 2 ekipe për një lojë. Po tash ta tregoj pse të kanë dollaj. Ka dalë se se dina. Qyre tash, dëgjo. Tash tu na i improvizojmë. Me qenë se po fletë për projekt. Shpejt se Driloni ka një replik me qenë Superman Gjilani. Si e spjegën ti që njëtën kohë i dheq 2 ekipe. Projekt e qumë. Para një ove ka dheq 2 ekipe, njerë kënej, një që trener. Po më shkrujnë, këta Veliu i ka dheq 2 ekipe për një lojë. Qysh ka mundësi? Qysh për ekipe për një lojë? Ska lidhe e këshire se në Ti po na flet për projekt kur ti pas ke dheq një lojë, 2 ekipe ti ke dheq. Ekipe për një lojë, me telefona lojë zyrtar apo stërvitje? Jo më stërvitje në dheq treneri, ekipën e parë dhe ekipën tjetër, po në lojë. Lojë? Po pra në lojë edhe unë është të befasur. Po shumë e vërtet. E vërtet? Po me shumë e vërtet është. Qysh prof e Po vërtet? që këtë situate kemë në futbol. Po kjo është projekt, jo te për bja Po që qështu se kemi bore forma e dhe Faruki. Në karierë që në dëgjë që një trener dhe 2 ekipe. O, dalë ta kryta. Qysh prof e kjo dalë që unë e pepranoj që dhe që po thute. Përshë që unë e Ashtë e pranoj. vërtet profe? Po tash ta tregoj pse të kanë dollaj. Ka dalë se se dina. Qyre tash, dëgjo. Tash tu na i improvizojmë edhe shtylla. Edhe nuk kemi shtylla Faruki shumë mire. I vim do shtylla kështu plastikës edhe fëmija bojnë gara. Tash ajt qështu është kërku, do me thonë të bëhet gara aty për aty e ti Faruki këtë projekt, të luajnë edhe këta 1 mleqet dhe 3 mleqet, a më kupton? Ku ka kështu, ku bon gara këtu, qëfar reforma janë këto në futbol në Profa, ka Kosovë? qenë deshë zyrtara apo mitësore? Po jo mërë zyrtare ka qenë. Nuk, unë e këshyre, nuk ka problem se unë jam shumë krenar që punoj me fëmi. A ke shtin liber ato, prof? A më kupton? Së është projekti jem. është projekti federatës, këtu e di Faruk. Jo, ato që mi u dhejsh njëtën ku 2 ekipa. Së është bre, shpjeti. Driloni, se u përmend Gjilani për catch menaxhim. Edhe rikthehemi tek rezultatet e javës së 15 regjia. Me gjithë respektin për menimin e profesorit në lidhje me projektin ose mënyrën si qysh ai e sheh projektin e një klubit, unë nuk pajtohem me të sepse çdo klub, edhe ato klubet e rangjeve më të ulta ka një projekt. Qofse një klub garon rangjet, e kena shembull Prishtinën e re, ka fillu prej kategorisë së tretë, ka fillu gradualisht do vjetu në gjitë kategorinë e dytë, kategorinë e parë, në Super League, edhe kjo është një lloj projekti. Shembull klubet e elitare, në këtë rast klubi cilin e përfaqësoj Gjilani, normalisht që ka një projekt, në mesin e tyre i ka disa objektiva. Ato objektiva janë me cikle vjetore. Shembull, ne kur e kemi nisë projektin falë pronarëve të ri